Mbi 83.000 nënshkrime janë mbledhur deri më tani në kuadër të peticionit kombëtar të iniciuar nga organizatat e veteranëve të luftës që do t'i drejtohet dhomave të specializuar të Kosovës në Hag. Kështu ka bërë të ditur kryetari i organizatës së veteranëve të luftës UÇK-s Hysni Gucati në një intervistë për Ekonomi Online, i cili ka treguar se peticioni është nënshkruar edhe nga një pjesëtar i komunitetit të serb. Ai tha se procesi i mbledhjes së nënshkrimeve po ecën mirë dhe se afati përfundon në fund të muajit prill. Deri më tash të shku mirë, unë kam dëshirë halande më mirë me shku, po mirë të shku. Bazë informacioni që kena vetëm Kosovë, mbi 83.000 nënshkrime deri në këto momente, do të thotë për një afat 3 javë nëse ska bëj aty dikun, pa do ka shumë në dilla që s'kemi punu, po është 50 javës deri më tash jemi me mbi 83.000 nënshkrime. Pa do ka Shqipërinë, Maqedoninë, Molozi për shembull vit, po edhe diasporën. Në mënyrën online janë mbi 26.300 s'ka bëj, për 2-3 vit muj mos me gabu plus minus, po e di si mbi 26.300 janë online, ashtu tjetër 48.900 janë të bume me dorë me shkrim. Mirë të shku, në Shqipëri s'ku mora lo informacionet dhe ku ka shku, du t'i falenderoj qytetarët e Shqipërisë edhe ata që po na ndihmojnë shumë atje, kështu që po duket interesim i madh, na kemi afat edhe një muj, do të deri ka funi mujt prill. Në fund ka funi mujt prill, ne përgatitem do të nisim për Denag apo për alun për mi dërguar në gjykatën speciale. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka nisur peticionin kombëtar drejtuar dhomave të specializuar të Kosovës në Hag me 25 shkurt.